Glogos, ndoshta ju kujtohet, janë vrarë e Korudhin, kanë vrarë 5 policë, 5 janë plagos, ka qenë mjaft e madhe për fillim, ka qenë shumë e madhe. E di shembull që Hashimi ka marrë pjesë, e di që edhe ka hup njëra këpucë aty. E di që ka marrë pjesë Kadriu, e di që ka marrë pjesë Jakub Nura, dhe në qoftë se të pshan një në faqe ktheja tjetrën, provokime mos me bo. Kujtohet që sot Ibrahim Rogovën kur e patën ndalë në hyrje kanë Hante Lezit, deklaroj ke alternativa veç durimi Ibrahim Rogovës se pat më bu keq. Do të thotë kur na ndore kena, a më bëha e keq ish, a më keq s'kish kush kanë. Raif Qela do thotë edhe i ka organizuar LPRK Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin. Do thotë tash me përdor termat e sotëm, atëherë s'kanë ekzistuar këta terma. Kanë qenë në varësi ti. Po atëherë po them s'ka qenë në lidhje ti. Mi thashëm në lidhje, ka pas edhe këto. Mirë po, paknasia që ndodhi, Raifi është largu nga LPRK-ja, ata kanë mbet akoma në LPRK. Po paknasia aty në ka vazhdu. Këta kanë qenë shok, përveç që kanë qenë shok, Raifi ka dhe tafërm Kadri Veselin. Nuk e di afria qysh është, por tafërm e ka Kadri Veselin. Edhe tash në momentin kur ne kena shpërnda traktin për thirrje, për përgatitje, për kryengritje, ka ndodhur sulmi i këtij grupacioni që fillimisht është quajt UÇK, domethënë është bërthamat e para në Glogos, ndoshta ju kujtohet, janë vrarë e Korudhin, kanë vrarë 5 policë, 5 janë plagos, ka qenë mjaft e madhe për fillim, ka qenë shumë e madhe. Po, edhe shtypi legal, edhe njerëzit përshpëritëshin që këta të njëjtit njerëz, këta që e kanë shpërdo po thirrin për luftë, ta i kanë vrarë. Ata populli ka pasi një. Po, edhe na kishëm që me koni, se ishin njerëz që njihemi, kishëm një qëllim, kishëm një rrugë. Edhe me njëherë shpejt na si Këshilli i Përgjithshëm e kena çuar Raif Qelën me bisedu. I njeh shumë mirë, punu me ta, edhe kena çuar me bisedu me Kadri Veselin edhe Hashim Thaçin. Ato me kompetenca nuk mund t'ja them. E di shembull që Hashimi ka marrë pjesë, e di që edhe ka hup njëra këpucë aty. E di që ka marrë pjesë Kadriu, e di që ka marrë pjesë Jakub Nura. Po, për tjerët nuk guxoj me thonë, jo kanë 5 ose 6, po nuk guxoj, se s'du më ju hin hak kush ka qenë, kush s'ka qenë. Për këta jam i sigurt, se e di se pastaj edhe ku janë strehu këta 3. Janë strehu në një fshat Poklek, të një Sabit, po që ishte faktikisht i shoku jonë. Në gjallë, Kosova është e vogël, lidhjet kanë ekzistuar gjithë dhe paka shumë është ditë kjo, që atëherë në këna ditë. Po kryesorja, bërthamat e para të UÇK-s ka formu ky grupacion. Deklaratën e parë publike, komunikatën e parë publike, që unë e kom lexuar dhe është e vërteta që ka dalë, është dalë nga Maqedonia dhe është quajtur në Tanjug. Edhe për herë të parë kom lexuar termin ushtria çlirimtare e Kosovës, çatë, domethënë 90 janar 94. Po, edhe është mbrojt kjo aksioni i Glogovcit. To janë gjithmonë nga brenda, në legale ato edhe shumë vështirë me i ditë dikush nga jashtë, po të them që kur unë këto kur kom dëgju, grupacioni ka qenë shumë i vogël. Dhe ai emërtim duhet më u kërku te Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Nura, këta njerëz edhe mos të pashin thonë do sot mujnë e thojnë, kur dojnë mujnë e thojnë. Unë kom lexuar edhe për mbledhjen e Araut në fund dikun mes 94, s'kom lexuar, po për besat e Koxha ma vonë. Kjo është në janar e gjinit, ajo është dokument, ajo është historike, nuk humbet ajo. Janë ma herët. U konë dhe sakt ushtria çlirimtare e Shqipërisë, e Kosovës, kjo veç ushtria çlirimtare është dëgju për herë të parë aty. Rrethonat në cilat kena jetu edhe po i potencoj shpesh, po kanë qenë determinuese edhe për këtë drejtim që po më pyet. Do thotë populli nga alternativa është përgatitur që na s'do të më luftu. Edhe nga shumë njerëz është trajtuar që si të them provokim, si provokoni
pushtusin e mundet me bo reprezalje. Sepse kështu i ka mësu alternativa, kështu i kanë mësu partit politike ku kanë militu, ku kanë operu. Mirë po nuk të taku shumë njerë që një shumë mirë për ati akcioni, sepse ata kanë bo dhunë të madhe policia, ushtria atëherë në atë kohë kanë bo represalje të mëdhaja dhe janë një mirë. Vetë fakti që në vitet në vazhdim kjo u rrit, u zgjeru, u mobilizu, të kalëzën që ato janë konë prit mirë edhe janë konë për të mirë. Po alternativa jo, alternativa ka propozumës, ka prediku që nuk duhet me e provoku, nuk duhet edhe madje edhe një farforme edhe në qofë se të pshan një në faqe këtheja tjetërën, provokime mos me bo, kujtohet që sot Ibrahim Rogovën kër e batër ndalë në hyrje ka në Hantelezit, deklaroj ke alternativa veç durimi Ibrahim Rogovës se pat më bu keq. Do të thotë, shkur kur na ndore kena, a më bu haje keq ish, a më keq s'kish kush kanë në dhunë, reprezalje, burgosje, vrasje, edhe ikje masive për Kosovës ndodhshin për ditë, diçka kishte më bu ma keq. Po, ta kanë fillu edhe në ato rrethonat cilat po i shpjegojmë, krisja e armës është ka shumë jehun. Na i na përpjek me gazeti, na përpjek me ndikemi, na përpjek me gjitha këto. Po këto janë përpjekje shumë më atë vogla në kuptimin e ndikimit. Se një krizë me armës, aty është e përmbledhur krejtur rrejtje në atë krizë. Si të një në atë krizë njerëzit, me njerë, edhe vërtet ashtu edhe ka ndodhë. Unë këto e kom lexu edhe kom mësu nga shkenca e luftës, po këto e kom po edhe në teren. Na shpërndoj shumë gazetën me qindra, me mira në përket Kosovën në ndikimin kur ktheheshëm me marrë shumë më i vogël, shumë më i ngadalshëm. A krisa një arme, shpërthaj keq dëgjo. Dhe prandaj edhe u mobilizu shpejt u që këja dhe organizu shpejt u që këja dhe na detyroj edhe një mëne, lene njerë, ta është të shtymë, t'i ka po marrë dhe të vazhdojmë, kem ko, për ato tjera kem ko.